Përshëndetje, po japim lajmet në televizionin Tema, por fillimisht ju njohim me zhvillimet kryesore që karakterizuan ditën e sotme. Saqi në Këshillin e Sigurimit i kërkon Serbisë të shpërbëj strukturat paralele në veri. Feliza i merr nota të larta për performancë të mirë gjatë vitit 2012. Instituti i Shëndetësisë Publike dhe kompania Bifurkacioni thonë se uji i Felizajt është me cilësi të mirë. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, kënaqësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji Lubeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, Cilësi dhe garanci 10 vjeçare. shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Felizaj në Magjistralen për Prishtinë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara shqyrtoi sot raportin më të ri të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për zhvillimet në Kosovë, ku përfshihet një periudhë 3 muajshe nga 16 tetori 2012 deri më 15 janar 2013. Qysh në fillim të raportit, në frymën e zhvillimeve të kohëve të fundit në rajon, Ban përshëndeti dialogun që po zhvillohet midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të cilin e quan një progres të rëndësishëm. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë edhe njëherë thirrje Serbisë që të shpërbëj strukturat paralele nga veriu i Kosovës, si dhe të ndaloj përpjekjet për të krijuar tensione në vend. Ai ka kujtuar se në 3 muajt e fundit në veri të Kosovës ka ndodhur së paku 20 incidente, të cilat në shënjestër kanë pasur punonjësit serb të zyrës administrative në veri, institucion ky i ngritur nga qeveria e Kosovës. Të dhëna kundërthënëse janë publikuar sot për ujin dhe rrjetet e ujësjellësit që furnizojnë banorët e komunës së Felizajt me ujë të pijes. Institucionet përgjithëse këmbgulin se uji që e marrim nga krojet e ujësjellësit është cilësor, ndërsa sasia e tij është rritur dukshëm. Por pati edhe zëra që flasin ndryshe për këtë çështje në ditën botërore të ujit. Udhëheqës të kompanisë rajonale për ujë dhe kanalizim Bifurkacioni në ditën botërore të ujit thanë se uji që vjen nga ujësjellësi është i cilësisë së lartë. Sipas menaxherëve të kompanisë, rreth 40% e gypave të ujësjellësit janë ndërruar në qytet, prandaj cilësia e ujit po rritet gjithnjë e më shumë. Edhe pse burimet tona janë burime sipërfaqësore, po përpunimi bëhet në për gjitha fazat e mundshme të përpunimit dhe kualiteti është shumë i mirë. Pra po them burimeve që i kemi. Me projektin e ri të qeverisë vjetrane ndrohet një përqindje shumë e madhe e gypave të vjetër, sidomos që ka ndikuar në kualitetin e ujit është furnizimi më gjatë me ujë. Domethënë janë ndikuar 20 orë furnizimit me ujë, edhe kjo e ndihmon shumë në kualitetin e ujit. Edhe në Institutin Rajonal të Shëndetësisë Publike garantojnë për një kualitet të lartë të ujit jo vetëm në ujësjellësin e qytetit, por edhe për ujësjellësit e fshatrave. 7 vendbanime janë dhe rregullisht kontrollohen çdo muaj, kemi kontrolla të rregullta. Ekipi shkon dhe bën mostrimin e mostrave kimike dhe bakterore të çdo vendbanimi. Dhe mund t'ju them edhe se ka pas treshurat të bollshme kësaj kohëve të fundit, analizat janë në rregull dhe gjithmonë dalin në rregull. Janë të pajisuna, të gjitha ujësjellësit janë të pajisuna me klorinator automatik dhe uji klorizohet rregullisht, po edhe cilësia kimike është në nivel. Në ujësjellësin e qytetit, një rol shumë të rëndësishëm për kualitetin e ujit e luan edhe fabrika e përpunimit të ujit. Ndërkaq për ujësjellësit e fshatrave thuhet të jetë vetë uji cilësor nga burimi ku nxirret.
Mësimdhënës të biologjisë e të ekologjisë angazhuan sot nxënës të shkollave të Ferizajt që të bëjnë aktivitete në ditën e ujit në mënyrë që të ndikohet në ndërgjegjësimin e popullatës për të ruajtur burimet ujore. Dita botërore e ujit është shënuar edhe në shkollën fillore Jeronim Derada të Ferizajt, nga ku një grup i nxënësve përveç punimeve që kanë bërë në shkollë, vizituan edhe fabrikën e përpunimit e ujit në Pleshin. Grupi i ekologëve të vegjël nga shkolla Jeronim Derada mësuan nga afër si merret uji nga burimi, mënyrën e përpunimit e deri tek përdorimi i konsumatorit. Edhe vetë aktiviteti që kemi ndërmarrë ne është me mësimin edhe mbrojtjen të vazhdueshme të ujit dhe ta mos ta keq përdorim atë. Kjo vizitë ishte shumë e rëndësishme për ne sepse ne mësojmë fazat në për të cilat kalon uji dhe si vije uji pastër deri tek ne dhe mund të përdorim për pi. Ne si grupi ekologëve punojmë gjithmonë, nuk kemi vetëm në ditën e sotme, ne gjithmonë kemi përgatitje edhe për të tjera, ne mundohemi që të jemi sa më të vetëdijshëm dhe të vetësojmë nxënës të tjerë, për shembull moshatarët tonë që të kenë dije për ruajtjen e ambientit. Kemi ditur shumë gjëra për ujin, por ky vend na ka ndihmuar akoma më shumë që të vetëdisohemi për të. Uji është jetë, duke ndotur ujin e jo vetëm që e dëmtojmë vetveten, por i dëmtojmë edhe gjallësat në të, kështu që apeloj të gjithë bashkëmoshatarët e këtij qyteti që ta ruajnë ujin dhe të kujdesen për të. Edhe në gjimnazin Kuvendi i Arbrit, nxënësit shënuan ditën botërore të ujit. Gjimnazistët shprehen shqetësim për gjendjen e ujrave, derisa profesorët e ekologjisë apelojnë që të jemi të kujdesshëm në trajtimin e ujit. Zakonisht uji është sot në rrezik, si për shembull ndotet nga shumë dosë, duke filluar nga meturinat, pastaj nga bujqësia, industria e deri noktës në për dete. Duhet të jemi përgjegjës për konsumimin e tij, mbrojtjen dhe përdorimin me kritere. Dita botërore e ujrave shënohet për çdo vit më 22 mars. Kjo ditë është përcaktuar me rezolutën e OKB-s në dhjetor të vitit 1992. Me shënimin e kësaj dite, OKB-ja ka për qëllim të rrisë rëndësinë e mbrojtjes së ujrave dhe mungesën e ujit të pijshëm në shumë vise të botës. Mungesa e mirëmbajtjes së ujësjellësve në 10 fshatra të komunës së Ferizajt ka degraduar në atë shkallë rrjetet sa banorët nuk kanë fare ose sasi të vogla uji, me gjithë shpenzimet të mëdha që janë bërë për shfrytëzimin e resurseve ujore, theksoi sot dega e LDK-s në Ferizaj. Pse qytetarët e fshatit Mirasol Në ditën ndërkombëtare të ujit, Lidhja Demokratike e Kosovës në Ferizaj kishte vendosur që ta akuzoj dhe kritikoj qeverinë lokale pikërisht për mungesë të ujit. Nënkryetari i LDK-s në Ferizaj, Faik Grainca, në një konferencë me gazetar, publikoi raportin që LDK kishte bërë në terren lidhur me funksionimin e sistemeve të ujësjellësit të instaluar vitet e fundit. Grainca tha se ujësjellësit e vendosur në përfshatrat e kësaj komune, kur LDK-ja ishte në pushtet, u shkatrua nga pushteti PDK-s për shkak të mungesës së mirëmbajtjes. Ai përmendi mbi 10 fshatra të kësaj komune që kanë ujësjellës, por nuk kanë ujë të pijshëm, siç janë Komoglava, Cërnilla, Rahovica, Kosina, Talinovci, Softajt, Pojata, Nerodimja, Balajt e Mirosala. Ne mendojmë se fajtori kryesor është pushteti aktual, për arsye se ne e kemi një ndërmarrje publike bifurkacioni, e cila është obliguar për t'i mirëmbajtur këto sisteme të ujësjellësit. Por për fat keq, këto ndërmarrje janë shndruar në ndërmarrje ku pushtetarët aktual i inkuadrojnë të afërmit e tyre, familjarët e tyre. Nga përgjegjësia për mungesë të ujit, aty ku ka ujësjellës, drejtues të LDK-s nuk e përjashtuan as CDI-n, zbatuesin e projekteve të qeverisë zvicrane. Do t'i shkruajmë një letër CDF-it dhe do t'a njoftojmë për gjitha këto probleme, për arsye se tani më është një marrëveshje e nënshkruar nga komuna dhe CDF-i për CDI-ja për ujësjellësit në fshatin Greme, pastaj do të bëhet ujësjellësi për fshatin Prelez, Sazli, nëse zgaboj Pojat, dhe realisht do të ishte më mirë që këta ujësjellësi mos të bëhen në mënyrën se si po bëhen dhe në mënyrën se si po funksionojnë. Për arsye se do të jetë
investim tepër i kohët dhe hedhje e paras në balë. Drejtues të LDK-s paralajmëruan se në mbledhjen e radhës së Kuvendit të Komunës do të kërkojnë formimin e një komisioni për verifikimin dhe hulumtimin e të gjitha problemeve në rrjetet e ujësjellësve të instaluara vitet e fundit. Ministri i Mjedisit Dardan Gashi nxori udhëzimin administrativ për menaxhimin e vajrave të përdorura, i cili përcakton se vajrat e përdorura dhe ato mbeturin mund të përpunohen me anë të riciklimit dhe rirafinimit sipas direktivave të Bashkimit Evropian për shqyrtimin e këtyre vajrave. Këto materiale parashihen të mblidhen në qendrat e caktuara grumbulluese. Në rast se këto vajra nuk mund të riciklohen apo rirafinohen, atëherë këto duhet të digjen ose të përdoren metoda me efikasitet të lartë për asgjësimin e tyre. Njëkohësisht, ky udhëzim ndalon shkarkimin e vajrave të përdorura në kontejner komunal, ujra nëntoksor apo sipërfaqësor, tokë, djegjen e pakontrolluar, përdorimin silyrës për pengimin e korrozionit në sipërfaqe të hapura e të tjera. Licenca për mbledhjen dhe grumbullimin e vajrave të përdorura mirret në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Mira qytetarë morën pjesë sot në protestën organizuar nga grupi i qytetarëve të organizuar, jo vetëm kundër faturave të kekut, por edhe kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, mos respektimit të ligjeve dhe varfërisë në rritje në gjithë vendin. Protestuesit u mblodhen para ndërtesës së kekut dhe pastaj marshuan drejt Ministrisë së Zhvillimit për t'u ndalë përballë qeverisë. Ndër parullat që dominuan në protestën me sloganin "Ndale hajnin, zhvilloje shtetin", brohoritjet ishte "Hajna, hajna". Protestës edhe këtë herë u bashkuan 10 organizata jo qeveritare, organizatat studentore, subjektet politike, sindikatat dhe grupet e artistëve. Ndër protestues sot kishte shumë fytyra publike, të rinj dhe pensionistë. Avni Zogjani i organizatës qohu tha se protesta po mbahet kundër hajnis nga keku dhe nga qeveria. Ministrat në qeveri nuk erdhen të pasur, por u bën të tillë duke vjedhur pasurinë publike, tha Zogjani. Ron Gjinovci, njëri nga organizatorët, tha se protesta do të vazhdojë edhe herë të tjera derisa të mos gjendet zgjidhja. Në Kosovë gjatë vitit 2012 janë regjistruar 968 raste me tuberkulozë. Zyrtar për tuberkulozë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se kjo sëmundje po shënon trend të rritjes në Kosovë. Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luftën kundër tuberkulozit. Shuma e Fondit Global që i dedikohet Kosovës është $5 milion për 5 vjet. Edhe zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë theksojnë faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Madje viteve të fundit janë shfaqur edhe forma shumë rezistente gjatë trajtimit ndaj tuberkulozit. Kërkohet nga vendet që të krijohen sisteme adekuate shëndetësore në mënyrë që të identifikojnë me kohë të sëmurët, t'i trajtojnë në mënyrë adekuate. Ndryshe 24 marsi është dita botërore e tuberkulozit, por si vjet kjo datë bie të dielën, prandaj disa aktivitete janë shënuar më herët. Oda Amerikane në Kosovë shpreh shqetësimet e saj lidhur me shtyrjet e vazhdueshme të privatizimit të kësaj ndërmarrje. Këto vonesa të vazhdueshme edhe më teje dëmtojnë reputacionin e Kosovës në sytë e investitorëve të huaj, duke shkaktuar kështu uljen e mëtejshme të vlerës së PTK-s si ndërmarrje. Duke pasur parasysh sfidat e shumta në proceset e privatizimit në të kaluarën, privatizimi i PTK-s ndoshta mund të vlerësohet si mundësia e fundit për Kosovën për të përmirësuar imazhin e saj dhe për të treguar se Kosova është një vend që ofron mundësi të barabarta garimi për gjithë ofertuesit dhe ku transaksionet mund të zhvillohen në mënyrë të rregullt dhe efikase. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të përfshira në këtë proces që të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme të privatizimit pa pasur shtyrje.
Administrata komunale e Ferizajt ka marrë një shpërblim para një kohe nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar për sukses në menaxhimin e mbeturinave. Por edhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e ka radhitur Ferizaj ndër komunat më të suksesshme të Kosovës për shërbime cilësore ndaj qytetarëve. Drejtorët komunal të Ferizajt sot patën rastin e mirë që të mburrën për punën e vetë. Ata sot paraqitën një raport analitik të vlerësimit të performancës së komunës së Ferizajt për vitin 2012, të realizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe USAID. Drejtorët madje kishin bërë këtë raport duke krahasuar komunën e Ferizajt me 7 komuna të tjera të Kosovës, ku Ferizaj ishte notuar me numër maksimal të pikëve. Nga kjo që kemi nxjerrur nga kjo raporti performancë rezulton se komuna jonë në gjitha këto shërbime të filluar nga shërbime administrativ dhe shërbime të tjera që janë një nivel të përgjegjësisë për komunën tonë ka shi qytetarëve dhe mbi bazën e perceptimit që ka nxjerrur dhe mbi bazën e cilëve perceptimi qytetarëve është dalë dhe ky raport rezulton se komuna jonë është një prej komunave më të mira në saj të këtij perceptimi qytetarëve për afrimin e shërbimeve kanë shi qytetarëve tanë, kanë shi atyre të cilët dhe jemi përgjegjës. Këto të dhënat të cilat u prezantuar edhe nga drejtori dhe nga ky raport analitik, domthon këto të dhëna janë të bazuara nga të dhënat e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe opinionit qytetar të cilën e ka bërë organizata USAID, respektivisht DEMI, me qytetarët e komunës sonë. Edhe mbas tyre ka dalë ky raport ashtu siç u prezantua edhe nga drejtori. Drejtori për ekonomi dhe financa Mustaf Grainca gjithashtu kumtoi notat e marra në këtë raport për shërbimet që ofron komuna e Ferizajt. Me notë maksimale 10, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe USAID kanë vlerësuar komunën e Ferizajt për shërbimet administrative, shërbimet sociale, ndërtimin e parqeve dhe shesheve, shërbimet urbanistike dhe ndërtimin e trotuarëve. Kurse me notën 9 ka notuar shërbimet kulturore, shërbimet e emergjencës dhe ndërtimin e kanalizimeve në këtë komunë. Me notën 8 janë notuar shërbimet urbane, ndriçimi publik dhe uji i pishëm. Me notë kaluese 6 është vlerësuar ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve në Ferizaj. Se ky raport është edhe një raport që në një farë na ndërgjegjëson pikërisht në ato segmente të cilët ne shohim se qytetarët pas kanë thonë se si një mirë. Po kur qytetarit thotë se janë gjendja rrugëve mirë, na duhet me marrë si perceptim real. Prandaj ne i momë si raport i cili realisht do të ndikoj pozitivisht në përmirësimin apo në ngritjen edhe më të tjerë të performancës sonë ka shi qytetarë apo ka shi shërbime që japin qytetarët. Drejtorët komunal thonë se ky raport do të ndikoj pozitivisht në përmirësimin apo për ngritjen e performancës ndaj qytetarëve dhe shërbimeve që ofrojnë për qytetarët. Këmbësorët Ferizaja së prej vitesh vuajnë nga mungesa e hapësirës për të ecur këmbë pasi trotuaret të rëndom janë të zëna me makina, drurë apo lëndë ndërtimore. Me gjithë disa përpjekje, deri tani gjendja nuk është përmirësuar, por së fundi duket se ka një nismë të re. Ka shumë trotuare në Ferizaj që janë shndruar në parkingje të veturave dhe qytetarët detyrohen të rrezikojnë jetën e tyre kur ecin rrugës. Ka disa ditë që pjesëtarët të policisë së Kosovës në Ferizaj kanë vënë në shënjestër ato mjetët që janë të parkuara aty ku nuk duhet. Sa i përket mbarvajtjes së komunikacionit rrugor në përgjithësi në qytetin e Ferizajt, jemi munduar që përmes së planeve operative, përmes angazhimeve ditore të njësiteve patrulluese, njësiteve të sektoreve përkatëse që të afrojmë një qarkullim sa më të sigurt për pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor në qytetin e Ferizajt. Por sfidë për policinë për të vënë rend sa i përket parkingjeve, po paraqet rruga 13 qershori në Ferizaj. Ne në vazhdimsi kemi kontakte dhe takime edhe me zyrtarët në kuadër të Kuvendit Komunal të Ferizajt, po ashtu edhe me inspektorët e trafikut rrugor në kuadër të drejtorisë inspektorëve komunal, dhe ne në suaza të
këtyre takimeve kemi propozuar që në atë rrugë parkinget të legalizohen, sepse mendoj se nuk paraqet ndonjë pengesë për qarkullimin e automjeteve, pasi që ajo rrugë është njëkahore. Edhe ashtu ka mungesë të parkingjeve dhe kështu që besoj që do të zgjidhet problemi i parkingjeve së përket rrugës 13 qershori. Për bllokim të trotuareve dhe rrugëve nga automjetët ka reaguar disa herë dhe shoqëria civile e Ferizajt. Vetëm pak muaj më parë, nxënës, por edhe drejtorë shkollash, pohonin me keqardhje se në komunën e Ferizajt nuk ekziston asnjë lloj kujdesi për fëmijët dhe të rinjt e talentuar apo super inteligjent. Mirë po, sukseset që kanë arritur kohët e fundit disa nxënës, sidomos në matematik, duket se kanë zgjuar interesimin edhe të autoriteteve për t'i mbështetur në rrugtimin e mëtejshëm të suksesit. Kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu, nderoi sot me mirënjohje dy nxënës ferizaste, të cilët ditë më parë shënuan rezultate të lartë në garat e matematikës në Kosovë. Vendin e parë në garat e matematikës nga klasët e 9-ta e mori ferizasi Arber Abdullahu nga shkolla Muharrem Shemsedini e fshatit të Vjetër dhe Bardh Shabani nga klasët e 12-ta të gjimnazit Kuvendi Arbrit. Në pritjen që këtyre nxënësve u bëri sot i pari Ferizajt Agim Aliu, qenë të pranishëm edhe mësimdhënëset e tyre. Politikat tona do jenë politikat të përgjithshme dhe kontinuele në drejtim të realizimit të këtyre aspiratave, të këtyre nxënësve, të këtyre talentëve tanë, që të vinë dhe të kenë suksese deri në majat e diturisë, qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel republikan, apo edhe në nivele ndërkombëtare. Mysafirët e sotëm të kryetarit të komunës u ndihen të nderuar që suksesin e tyre po e gëzojnë edhe institucionet komunale. Kësaj here po them është suksesi më i madh që kemi arritur, sepse janë zonë dy vendet e para për klasë 9 dhe klasë 12. Me siguri se këto dy nxënës kanë me përfaqësuar edhe Republikën tonë në nivel ndërkombëtar, sepse këto janë vendet e para dhe kanë pikë shumë ma shumë se so vendi i dytë. Jam i lumtur që jam në shkollën Muharrem Shemsedini dhe kam mbështetje edhe nga komuna edhe nga shkolla. Edhe pse komuna e Ferizajt për çdo vit ndan bursa për studentët me nota të mira, deri tani kjo komunë nuk ka pasur ndonjë strategji se si t'i mbështes nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore të Ferizajt, të cilët tregojnë talent të rrallë dhe njohuri të larta në shkollë. Por sot kjo mbështetje tregon që ne po fillojmë kapitullin 3 të mbështetjes së talentëve në cikël të ri, në ciklin e nxënësve të shkollave të mesme të ulta dhe në shkollën e mesme të lartë, sepse ju e dini që mbështetja jonë ka qenë zakonisht për nivelet e larta, nivelet universitare, dhe kjo është hapi i parë që ne po i mbështesim nxënësit apo njerëzit tonë që janë në ciklet më të ulta të shkollimit. Përveç mirënjohjes, fituesit e garave të matematikës, kryetari Aliu i shpërbleu edhe me nga 100 euro. Meteorologët për nesër parashikojnë të mbajë mot me vranësira dhe në intervale kohore me diell, kurse temperatura më e lartë e ditës pritet të arrijë deri në 9 shkallë Celsius. Shikues e nderuar, ishin këto të gjitha informacionet dhe materialet që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirupafshim në edicione tjera.